Lezhë ishte pikë stacioni rrallës i turit të pastrojmë më tej Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama zgjolli që si përherë Pallatit të Kulturës, aty ku ishte parashikuar takimi, t'i drejtohej në këmbë duke përshkuar sheshin e rilindur, për të cilin u angazhua vetë muaj më parë t'i adhuronte lezhjanëve në kuadër të projekteve rilindja urbane. Por ajo që tërhoqi vëmendje në këtë ecje ishte një ndalesë pa parashikuar e kryeministrit shqiptar në një bilardë të mbushur me qytetarë. Aty zgjolli të hynte dhe të zhvillonte një lojë direkte me njërin prej tyre. Në dalje me gjithë interesin e medias për të ditur nëse mori apo jo kupon tatimor kryeministri Rama në kuadër të luftës kundër informalitetit, ai refuzoi të përgjigjej, duke u mjaftuar vetëm një të shkelur të syrit. Ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte se krahas zotit Rama, përveç ministres së Arsimit Nikolla, ishte edhe deputeti më i ri i Kuvendit të Shqipërisë Eduard Nocaj dhe ish paraardhësit i Arben Doka. Ky rrugtim u mbyll duke u bashkuar takimit i cili për mediat si përherë serviret i gatshëm me regji qendrore.